Qoftë lëvduar Jezu Krishti. Të dashur dëgjues, në këto çaste ju ftojmë që të lutim së bashku lutjen e Engjullit të Thënë Zot dhe orën e mesme. Në emër të Atit, e Birit, e Shpirtit Shenjtë. Amen. Engjëlli i Zotit ju fal zojës Mari. Ejo ngjizi për virtyt të Shpirtit Shenjtë. Të falemi Mari, hir plote e Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë dhe i bekuar fryti i barkut tënd Jezusi. Shenjtja Mari, nëna e hyjit, lutu për ne mëkatarët, tashmë në fill të vdekjes son. Amen. Ja shërbëtorja e hyjit, U bëft me mua si është fjala jote. të falemi Mari, hir plote e Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë dhe i bekuar fryti i barkut tënd Jezusi. Shenjtja Mari, nëna e hyjit, lutu për ne mëkatarët, tashmë në fill të vdekjes son. Amen. E fjala u bë njeri. E banoj ndër ne. Të falemi Mari, hir plote e Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë dhe i bekuar fryti i barkut tënd Jezusi. Shenjtja Mari, nëna e hyjit, lutu për ne mëkatarët, tashmë në fill të vdekjes son. Amen. Lutu për ne, e shenjtja nën e hyjit, Të bëhemi të denjë për premtimet e Jezu Krishtit. të lutemi. Hirin tënd po të lutemi, o Zot, ndikoje në shpirtin ton, që sikurse në lajmërimin e engjëllit, na e zbulove mishërimin e birit tënd Jezu Krishtit, në përmundime e kryq të tij, na udhëheq në lavdinë e ringjalljes, në për Krishtin Zotin ton. Amen. Lavdia Atit, e Birit, e Shpirtit Shenjtë. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. Lavdia Atit, e Birit, e Shpirtit Shenjtë. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. Lavdia Atit, e Birit, e Shpirtit Shenjtë. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. Po themi një atyën të falemi Mari për shpirtrat të purgatorit. Ati ynë që je në qiell, u shejtroft emrët, ardh mbretëria jote, u bëvd vullnesa jote, si në qiell ashtu në tokë. Bukën tonë të përditshme na i jep sot, na i fal fajet tona, si i falim ne fajtorët tanë, e mos na lër të bijmë në tundim, por na liron nga i keqi. Amen. Të falemi Mari, hir plote e Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë dhe i bekuar fryti i barkut tënd Jezusi. Shenjtja Mari, nëna e hyjit, lutu për ne mëkatarët, tashmë në fill të vdekjes son. Amen. Jepua, o Zot, pushimin e pasosur, Dhe i shndri drita e pambaruar. pushofshi në paqe. Amen. Engjëlli i Zotit, që je rojtari im, pasi hyje për mëshirë të vet, më ka lënë në mbrojtjen tënde. Ti sot më shndrit, më mbaj, më ruaj e më sundo. Amen. Të dashur dëgjues të Radio Marisë së Kosovës, tani po vazhdoj me orën e mesme. Sot është e shtunë, dita e të ditëshit të Krishtlindjes. O hyj më eja në ndim, O Zot, shpejto të më ndihmosh. lavdia Atit, e Birit, e Shpirtit Shenjtë. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. Aleluja. Himni i orës 6. Mbreti fort hyj i vërtet, që sundon të gjitha sendet, me ndriqim pajis mëngjesin dhe me zjarë shkëlqen mesditën. Shuaj flakët e shamatave, flakë zjarin e dëmpruesve, jepu trupave shërimin dhe të vërtetën paqe zemrave. Bëjo atër drejtësi dhe t'i birë baraz me atin, bashkë me shpirtin ngushëllimtar, që mbretroni ndër gjithë shekujt. Amen. Antifona e orës 6. Maria i ruante me kujdes në zemër ngjarjet e mrekullueshme të birit të vet. Psalmi 119.
Le të arriteti, o Zot, britma ime, më ndriço mendjen sipas fjalës sate, le të dal lutja ime para fytyrës sate, më liro ashtu si ma ke dhënë fjalën. Buzët e mia do ta këndojnë këngën e lavdit, sepse ti mi mësove rregullore të tua. Gjuha ime le ta këndoj fjalën tënde, sepse të gjitha urdhërimet e tua janë të drejta. E paqa në ndihmë të djathtën tënde, sepse i zgjodha urdhërimet e tua. E dëshiroj shumë, o Zot, shëlbimin tënd, kënaqësia ime është ligji yt. Do të jetoj shpirti im dhe do të lavdëroj, me në ndihmë do t'i kem gjyqet të tua. U enda poshtë lart, por si delja humbur, kërkoj shërptorin tënd, sepse urdhërimet e tua nuk i kam harruar. Lavdiatit e birit e shpirtit shenjtë, Si ka qenë në fillim ashtu tash për gjithmonë e jetës. Amen. Psalmi 45, dasma e mbretit, pjesa e parë e psalmit. Nga zemra më burojnë fjalet e këndshme, këngën time ja kushtoj mbretit, gjuha ime si lapsi i shkruesit të shpejt. Ti je i bukur, më i pashmi ndër bijtë e njerëzve, u zbraz hiri në buzët e tua, prandaj hyi të bekoj për amshim. Ngjeshe shpatën në i, o trimi i trimave, vishu me shkëlqim e me madhëri. Për të mbrojtur të vërtetën, butësinë e të drejtën, e të mësoj të bësh emnes e djathta jote. Të mprehta janë shigjetat e tua në zemra të armiqve të mbretit, popuj do të bie në sundimin tënd. Froni të hyjë në shekuj të shekujve, skeptër drejtësie, skeptri mbretërisë sate. Ti e do drejtsin, ti e urren pa drejtsin, prandaj të shuguroj hyi yt, me vaj gëzimi që mos këndin ndër shokët e tu. U vjen era mirë, aloej e ka si petkave të tua. Në pallate është elefanti, harpa të argëtojnë, bia mbretërish janë në përcjelljen tënde. Në të djathtë të qëndron mbretëresha, në ar ofiri e ngrirë. Lavdiatit e birit e shpirtit shenjtë, Si ka qenë në fillim ashtu tash për gjithmonë e jetës. Amen. pjesa e dytë e psalmit 45. Më vështro, o bi, shih e dëgjo, harroje popullin tënd dhe shtëpinë e babës tënd, atëherë mbreti do t'i pëlqej bukuria jote, ai është zotria yt, nderoje atë. Populli i Tirit vjen me dhurata, për krajën tënde e dëshirojnë princat e popullit. E lavdishme është bia mbretit për brenda, e mbështjell me petk të qëndisur me ar. Në petka lara ja sjellin mbretit, për cilja saj shoqët e saj vajza, me hareu prine me brohori, ja po hyjnë në pallatet e mbretit. Në vend të etërve të tu do t'i kesh fëmijët, do t'i vësh princa mbi mbar dheun. Do të bëj të përmendet emri yt prej breznie në brezni, prandaj edhe popujt do të lavdërojnë në amshim e në shekuj të shekujve. Lavdiatit e birit e shpirtit shenjtë, Si ka qenë në fillim ashtu tash për gjithmonë e jetës. Amen. Maria i ruante me kujdes në zemër ngjarjet e mrekullueshme të birit të vet. Leximi i shkurtër i orës së 6 marrë nga libri i Isaias profet kapitulli 12, rreshtat 5 deri në 6. Këndoni Zotit, sepse krijoi mrekulli, le ta marrë vesh bota mbar. Brohoritni e këndoni lavde, ju banorët e Sionit, sepse i madhërisëm është në mesin tuaj shenjti i Izraelit. Kufit e botës e pan, aleluja. Shëlbimin e hyjit ton, aleluja. Të lutemi, bëj po të lutemi, o hyj gjithëposhtetshëm, që lindja e një të vetmit birit tënd në natyrën tonë të vdekshme, të na lirojnë nga zgjedha mkatit dhe nga robëria e vjetër, në për Krishtin Zotin ton. Amen. Ta bekojmë Zotin. Falenderojmë hyjin.